hajdini në Borsh, të gjithë. Është një nga pikat tona kyçe. Han një darkë në breg të detit. Vinë e shohin edhe nuk ndahen më. Ka nisur para 20 vitesh, bëhet fjalë, ndoshta edhe më shumë, me një supermarket të vogël, i shërbente vetëm vendasve, edhe një bar kafe, jo restorante dhe jo të gjitha këto që ofron sot. Borshi nuk ka qenë as kaq i njohur aq shumë vite më përpara, kështu që me shumë punë dhe përpjekje i ofron sot të gjitha. Nga marketi i vogël është një supermarket që ka çdo gjë që nevojitet, pizzeri, restorant, dhoma, këndlojrash, plazh, beach barin, të gjitha për çfarë turistët mund të kenë nevojë. Nuk ka nevojë të largohen fare nga rrezja. Duke qenë se Borshi është pak më lirë krahasuar me vendet e fqinjet, ka shumë turist familjar, kryesisht kemi familjar, edhe të rinj këto vitet e fundit, edhe të huaj patjetër. Të huajt kemi pasur kryesisht shumë Ukrainas, nga Polonia, Gjermania, Italia, të gjithë vendet, po mbizotëron Ukraina dhe Polonia. Edhe ka shumë prej tyre që i kemi të përvitshëm. Domethënë nuk është se vinë e shohin edhe nuk vinë më. Vinë e shohin edhe nuk ndahen më. Ka nisur vetëm me dhomat kubanonte. Ka pasur shtëpinë, dhomat që kishte brenda shtëpia, në gjatë verës i ofronte për pushuesit. Ka ndryshuar turizmi në mënyrë drastike se atëherë vinin 15 ditë, 20 ditë të njëjtët, tani vinë 2-3 ditë fundjava, por ka nisur me dhomat e shtëpisë vet, për të bërë pastaj vilën edhe gjithë pjesën tjetër që ka sot. Është pjesa e tavolinave në buzë të detit, që ne i vendosim vetëm në mbrëmje, gjatë ditës ai shërben si plazh publik, përveç plazhit të Olsit, ka edhe hapësirën për plazh publik. Në darkë ne vendosim tavolinat që janë buzë detit, të lagen këmbët nga dallga, kështu që kjo gjë ju intereson shumë të huajve edhe shqiptarëve, edhe është një nga pikat tona kyçe. Domethënë kur nisen për këtu, një nga gjërat kryesore është hanë një darkë në breg të detit. Ne nuk jemi gjatë gjithë vitit, ne kryesisht vim në maj, se duhet bëhemi gati për të pritur njerëzit, se në qershor fillon fuqishëm, kështu që gjithë majin bëhemi gati dhe e mbyllim në shtator. Që bie 5-6 muaj, 6 muaj maksimumi. Po pjesa intensive është vetëm 2-3 muaj. Këto që është dhe dielli shumë i nxehtë, korri gusht. Çdo herë edhe më shumë investimi, nuk e di a e vutre edhe rrugës që po bëhen shumë hotele të reja, edhe ata që kanë qenë janë rikonstruktuar, nuk kanë më atë mentalitetin që kishin edhe shërbimin që kishin dikur. Ka shumë turist, ka shumë njerëz, kështu që kjo, duke dëgjuar edhe kërkesat e tyre, ne marrim nga pak nga secili për t'u plotësuar edhe për të parë se çfarë na mungon. Përgjithsisht prodhime deti. Peshk i freskët, të gjitha frutat e detit, spagetit, duhet të theksoj edhe që çmimet janë shumë të mira krahasuar me porcionin edhe me cilësinë që ti merr. Edhe te review tona kjo është një nga pikat kyçe që kemi sasi shumë dhe cilësi shumë të mirë në ushqim. Po kryesisht gjëra deti. Ne çdo gjë që klienti dëshiron ose çdo gjë që klienti ka nevojë, ne do ta bëjmë patjetër. Domethënë këtu tek Olsi ne nuk njohim jo ose nuk mundemi. Ne mundemi për çdo gjë që të gjithë duan. Se mendojmë që kanë punuar gjithë vitin për këto pushime, hajde t'i kënaqim edhe t'ja kalojnë mirë, kështu do vim prapë. Dua gjithashtu të theksoj që është një vend shumë familjar, nuk ka muzikë të lartë darkave, nuk ka klabe që të shqetësojnë apo të prishin qetësinë publike. Tjetër, çmimet siç e përmenda edhe më herët janë shumë normale krahasuar me detin dhe me cilësinë që ofrohet. Është shumë qetë. Në këto gjëra që imagjinon zakonisht njeriu për verën, rini, të shthurur edhe shumë mirëbënj, le të bëjnë qeth. Këtu jo, është një turizëm shumë ndryshe nga të gjitha vendet e tjera, të Shqipërisë flas gjithmonë, për det. Këtu jemi te Olsi Resort Borsh dhe jeni të gjithë të mirëpritur. Ju siguroj që do kënaqemi.